fillimit të rajtimit këtu që i dhunës familjare, ky, si thua, edhe në Francë është një problem shumë i rëndësishëm dhe ka pasur politikanë të cilët janë, si thua, atakuar përpara drejtësisë në lidhje me dhunën që kanë ushtruar në familje. Kjo do të ishte një janë shkëmbyer, si thua, të dy palët kanë qenë fajtor në një farë mënyrë. Pse ka zakonta francezë që rrajnë njëri me njëri tjetrin? Po kanë tani nuk mund të quhet që janë specie të cilat janë përtej çdo niveli. Pas kanë dorë. Ka dhe që kanë dorë dhe këto janë, si thua, bërë një debat i madh publik. Megjithatë, unë nuk do ndalesha te kjo pjesë, sepse bashkohem me parafolsin që problemet familjare janë ato që janë. Diskutimet më të mëdhaja janë bërë me post ngjarjen. Problemi më i madh ishte që përse Elizea bëri një deklaratë të tillë ku u vërejtën dy elemente. Elementi i parë që ky është një prodhim i inteligjencës artificiale dhe mbrapa këtij prodhimi janë rusët të cilët duan të krijojnë një atmosferë mosbesimi, pasigurie dhe një sër fenomenesh të tjera rreth presidentit francez, rreth Francës e tjerë me radhë. Dhe pikërisht në këtë moment gabimi i dytë ishte që një president i një republike kaq të madhe, më thënë, sa që është edhe Franca, del tani që ta përgënjeshtroj vetë, që po, jo, ishte vërtet, po ne po bënim shaka, pak më të dhunshme se sa mund të imagjinohet, gjë që është vlerësuar si një overreaction, një mbi reagim, pasi ai mund talente që të kalonte dhe brenda një ditësh ajo do të haroheshte dhe do ngeleshte në kuadrin e po bënin hoka, po bënin shaka, e shtyu, se shtyu, dhe do mbaronte. Ndërsa ngjarja u zgjat më shumë se sa duhet, duke krijuar një situatë të vështirë.